Nëse kondicionerin e vendos më shumë se 19 gradë për të ngrohur, është një thyerje e rëndë e ligjit dhe shkon në burg. Duhet fikur televizori, pasi nuk po e ndjek kush. Dhe është momenti që ne duhet kursejmë energji. Pak kohë më parë në media do të nënsua një tender prej 10.000 eurosh në muaj nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjetikës për larjen e 10 atomjeteve të shefave dhe drejtorëve të saj, ku kryeson atomjet e luksos Audi A8 i ministres Belinda Balluku, që kërkon larje çdo 2 ditë pune. Sot Partia Demokratike ka bërë një tjetër denoncim që e fellon edhe më tej skandalin. Zëdhënësja për antikorrupsionin në Partinë Demokratike Genta Vangeli deklaroi se tenderi është fituar nga kompania Vepa 45 SHPK, pronë nënës 70 vjeçare të ministrit të brendshëm Ervin Hoxha. Administratori i kësaj kompanie rezulton të jetë vëllai i ministrit Darling Hoxha, aktualisht edhe drejtori i drejtorisë rajonale të OSHE-s në Tiranë. Sipas Partisë Demokratike, ky fakt përbën shkelje të hapur të ligjit për konfliktin e interesit që ndalon përfitimin e fondeve publike nga persona të lidhur me zyrtar. Vangeli thekson se sipas ligjit, edhe nëse aksionet janë në emër të familjarëve, ato konsiderohen njësoj sikur janë në emër të vetë zyrtarit dhe undërshtrohet të njëjtave kufizimeve. Notei, PD pretendon se Vepa 45 SHPK ka përfituar para publike edhe nga institucione të tjera shtetërore ku ministri Hoxha ka pasur marrëdhënie pune si Inspektorati i Punës, Drejtoria e Tatimeve, Agjencia e Zhvillimit të Territorit, Drejtoria e Burgjeve dhe të tjera. Sipas Partisë Demokratike, kjo tregon se tendri për larjen e makinave nuk është një rast i izoluar, por pjesë e një skeme të mirë organizuar për përfitime financiare familjare, duke përdorur pushtetin politik në interes privat. Mëtej PD e krahason këtë rast me praktikat korruptive që sipas saj karakterizojnë shumicën e ministrave aktual të qeverisë.